Një mision në kërkim të njerëzve të humbur. Një mision në kërkim të mistereve të pasqidhura. Drejt për së drejti në radio televizionin shqiptar. Me ju, Aida Shtino. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma publik që unë kam të ftuar në studio, të nderuar miq teleshikues shqiptar kudo që ndodheni. Hapim këtë sezon të ri në valët e televizionit publik shqiptar, një emisioni drejt për së drejti, gjithmonë me një mision, në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Unë dua t'ju them se në këtë mbrëmje ne hym kështu në sezonin ton të 8, jemi në sezonin ton të 8, transmetimit të drejt për së drejti live, gjithmonë pra për kërkimin e personave të humbur dhe të zhdukur. Por këtë sezon, njerëz të humbur do të vi tek ju paksa ndryshe. Këtë sezon do të vazhdojmë misionin ton humanitar në kërkim të fatit të këtyre personave, por do të dalim dhe në një plan tjetër, do të fokusohemi në një prizëm tjetër, duke kërkuar dhe duke zbuluar misteret e pasgjidhura. Duke sjell tek ju histori që nuk i keni dëgjuar asnjëherë. Për herë të parë në televizionet shqiptare ne do të qëndrojmë në tema jashtëzakonisht të rëndësishme, të pazbuluara dhe të padëgjuara ndonjëherë. Do të mundohemi të qëndrojmë në filozofi të zhdukura. Do të mundohemi të sillim tek ju personalitete shqiptare, të cilët nuk janë publikuar asnjëherë. Pra do të hym pak në planin shpirtëror, paralelisht me atë njerëzor. Prandaj, të nderuar miq, unë ju ftoj që të bashkoheni me ne në këtë sezon të 8 që ne nisim sonte, gjithmonë duke ju thënë se mbështetja më e madhe këtij emisioni jeni ju. Dhe fillimisht unë dua të falenderoj të gjithë gazetarët që kanë punuar me mua për këto 8 vite rresht, të gjithë korrespondentët e emisionit ton, dhe sidomos juve të nderuar miq, të gjithë ju që keni mbështetur emisionin ton, na keni ndjekur besnikërisht në këto 8 vite transmetimit drejt për së drejti, dhe keni telefonuar vazhdimisht, së bashku kemi përjetuar emocione të forta. Së bashku kemi qëndruar orë të tëra duke kërkuar fatin e këtyre personave të humbur. Ndihmesa më e madhe që ju i keni dhënë këtij emisioni dhe këtij misioni janë informacionet tuaja që kanë ardhur drejt për së drejti në këtë studio nëpërmjet stafit tim, të cilët vazhdimisht kanë pritur telefonata, sugjerime, denoncime rastesh të reja. Shpresoj që dhe këtë sezon të jeni me ne. Do doja dhe një herë të nisnim këtë sezon të 8 në sloganin ton, le të bashkohemi të gjithë. Ju nëpërmjet informacionit, ne nëpërmjet kërkimeve tona dhe le t'i kthejmë këta njerëz pranë njerit familjes. Sonte do të jetë një mbrëmje e madhe. Sonte kemi shumë për t'ju thënë. Kemi raste të reja të cilat do të publikohen për herë të parë, do të kemi lidhje direkte me korrespondentën tanë në Belgjik. Në Bruksel do të lidhemi drejt për së drejti me korrespondentën tonë atje për të kërkuar fatin e një shqiptari të humbur në shtetin belg, ai quhet Alexander Sota, dhe do doja vëmendjen e gjithë shqiptarëve që na ndjekin sonte pra nga Belgjika e sidomos nga Brukseli. Gjithashtu sonte do të kemi lidhje të drejt për së drejti me korrespondentin tonë në Turqi, pikërisht në Stamboll, zotin Kadri Limani, për një histori e cila do të vi. Do të rëmojmë sonte thellë në kohë për t'ju sjell edhe një herë një histori të jashtëzakonshme, një familje e ndarë në mes para shumë e shumë vitesh. Por sonte tek ju do të sjellim, pra do të marrim pak nga këto misteret pasgjidhura. Misteri që për të gjithë ne, në momentin e parë që i dëgjojmë, ndoshta duken histori të thjeshta, por sado në momentin e parë që ne futemi thellë në këto histori, zbulojmë shumë mistere, dalin në sipërfaqe shumë pikpyetje. Të gjitha këto do t'i hedhim së bashku. Prandaj unë ju ftoj të gjithë ju që do të ndiqni rubrikën tonë më të re, misteret pasgjidhura, nëse pra do të keni histori të tilla, do doja të telefononit sonte në këtë mbrëmje për t'ju bashkuar kësaj rubrike më të re të emisionit tonë. Ju mund të telefononi gjithmonë në numrat tanë të telefonit të cilët i keni të afishuar në ekranin tuaj, janë 3 numra fiks ku ju mund të telefononi dhe të dërgoni informacionin tuaj, sugjerimet tuaja, ato të çka ju propozoni që ne të trajtojmë në këtë sezon të ri. Do doja pra drejt për së drejti të telefononit sonte në emisionin tonë. Gjithashtu në dispozicionin tuaj, si çdo herë, është dhe faqja jonë zyrtare www.njerëztëhumbur.al. Aty ju mund të klikoni dhe të dërgoni pra informacionet tuaja, të dërgoni rastet e reja të cilat keni pra dëshirë të t'i bashkoni stafit e emisionit Njerëz të humbur, siç e shikoni pra janë të afishuar në ekranin tuaj
numrat tanë të telefonit dhe mënyrat e kontakt se si mund të kontaktoni sonte me ne. Do doja të fillonim pa humbur kohë, sepse, si që thash, do t'jetë një mbrëmje gjatë, kemi shumë surpriza. Sonte do t'ju ftoja të na ndiqni pas si njerëz të humbur, ka një surprizë për njërin nga familjarët e personave të humbur. Gjatë gjithë periudhës verës, pavarësisht se ne nuk kemi qenë në transmetim të drejtë për së drejti, kërkimet, investigimet tona kanë ecur, kanë lëvizur dhe kanë shkuar lumtimet tona në zonat të ndryshme, aty ku kanë ardhur informacione për personat që ne kemi kërkuar dhe kemi prezantuar edhe sezonin e kaluar. Njerëz të humbur ka zbuluar një histori jashtëzakonisht të rëndësishme. Prandaj qëndroni me ne, ju ftoj pra të bashkojnë me ne këtë mbrëmje dhe fillojmë pa humbur kohë me rastin e parë që do të vi sonte. Do të kemi 3 histori të rëndësishme dhe një të shkëputur nga rubrika jonë Misteret pas zgjidhura. Sonte do të doja të ftoja në studio familjarët, si që thash dhe në fillim, do të fillojmë me historinë e Aleksandr Sotës dhe do doja të ftoja në studio zonjën Eftinia Sota, nënën e Aleksandrit. Atëherë mi mbrëma, zonjë, mirë se ka ardhur, mund të urdhroni? Mirë mbrëma, mirë se ka ardhur, mund të uleni. Atëherë, përpara se ne të bashkëbisedojmë bashkë dhe të flasim për Aleksandrin, mund të vëzini vend. Të nderuar miq, që unë do doja fillimisht të prezantonim, ju tashmë e dini në fillim të emisionit ne prezantojmë një blok pasaportash televizive për të pritur informacione, telefonatat tuaja, të dhënat që ju keni për personat që do të ndiqni pas pak. Do doja të gjithë së bashku të ndiqnin fillimisht një blok pasaportash televizive, janë 10 raste, nga Kosova, Maqedonia, Malizi, nga Shqipëria. Ndiqini nëse keni të dhëna dhe informacione për këta persona, do t'ju lutesha të kontaktonit sonte me njërë në emisionin tonë. Ndjekim blokun e pasaportave televizive dhe kthehemi me njërë në studio. Pra këto ishin në 10 raste që ne kishim përgatitur për këtë mbrëmje, do të kemi dhe të tjera, megjithatë unë do të doja t'ju ftoja të gjithë juve që i njihni këta persona, që i keni parë, ndoshta keni dëgjuar diçka për fatin e tyre, ju ftoj të telefononi sonte në emisionin tonë. Presim pra informacionet tuaja, numrat tanë telefonit i keni të afishuar në ekran, ju mund të telefononi dhe të lini informacionin tuaj, gjithashtu mund të jepni këtë informacion dhe nëpërmjet postës tonë elektronike, aty mund të bëni dhe denoncimet e reja, pra ka shumë mënyra për të kontaktuar këtë mbrëmje me ne.
Do të vazhdojmë tani, si që thash dhe pak më përpara, me historinë e Aleksandër Sotës. Ftuam pak më përpara në studio nënën e tij, zonjën Eftimie. Megjithatë, për të hequr dhe emocionet, sepse është pra hera e parë që zonja Eftimi ndodhet me ne sonte në studio në kërkim të fatit të djalit të saj, unë të nderuar miq ju ftojmë të ndjekim së bashku cila është historia e Aleksandrit. Si ai ka humbur kontaktin me familjarët e tij. Ndjekim një insert të përgatitur nga gazetarët e emisionit dhe kthehemi më njëherë në studio. Like a ghost on me to keep your best friend have come to be. Sa herë kam dashur të vi tek ti, të jem aty pranë kur ti ke pasur nevojë. Sa herë në mendjen time nuk përfundon ai rrugtimi i gjatë që nisi nga një kohë e shkuar dhe ende nuk e di se ku do ndaloj. Përse nuk përpiqesh dhe ti sadopak të jesh pranë meje dhe të bësh më të lehtë këtë ndjenjë malli që po më mbyt çdo ditë e më shumë. Edhe sa duhet të pres. Këto janë ato pak fjalë që sorollaten çdo ditë në mendjen e Eftimi Pekmezit, një nën me shpirtin e trazuar nga vitet që e ka ndarë me djalin e saj Aleksandrin. Rrugën e kurbetit ai e filloi shumë shpejt dhe nëna e tij e kujton shumë mirë këtë moment. Unë jam nëna e Aleksandër Sotës, ka ikur që në vitin 2004, mbas 10 vjet u kthye, e mbajta një vit sepse ishte i smur me një depresion, e mbajta një vit e shërova dhe si përfundim kërkoj që ti ikte prapë. Por qëndrimi në familje nuk do të zgjaste për shumë kohë. Nuk ishte e lehtë për Aleksandrin të riniste edhe një herë nga fillimi një jetë të re. Qëllimi i tij vazhdonte të ishte po i njëjtë, të largohej nga kjo e tashme, të harronte çfarë kishte ndodhur. Do më çosh jashtë shtetit apo si e ke hallin, tha mua. Po ku do vesh, i thash. Do hiki jashtë, mos e diskuto, tha. Thuaj motrës tënde ta të më dërgoj një garanci, tha, se unë këtu nuk jetoj, tha. E më në fund marrë motrën telefon, i them motra ime e dashur, të lutem, më dërgoj një garanci. Edhe këtë herë ai u largua në Belgjik, por të mos u kthyer më. 3 maj 2004, Aleksandri mori sërish një tjetër rrugëtim, një tjetër peripeci dhe një tjetër sfidë. Dhe ky ka ikur me datën 3 maj 2004-s, atë natë që arriti për në Belgjik, më merr në telefon, mami, arrita shëndoshe mirë, jam në Belgjik. Më merr të nesme në telefon, jam në Belgjik, tha, mora shtëpinë ku e kisha, tha, vajta në lokal ku punoja, takova të gjitha ata pronarët që unë kisha lënë lekët, se s'kishte të drejtë të vinte lek në bank, për sa kish punuar. I mora gjitha lekët, tha, mi dhanë, tha, më pritën me krah hapur, tha, dhe si përfundim punoj, tha, kamarierë. Mbas 3 muajve nuk u dëgjuam më. Tashmë u bë një kohë shumë e gjatë që zëri i Aleksandrit nuk është dëgjuar. Askush nuk di të thotë se ku ndodhet ai dhe çfarë motivesh ka patur për këtë heshtje kaq të gjatë. Unë u shqetësova, prit njerë, prit dyerë, vetëm ka thënë një gjë që në qoftë se ne do shkëputim lidhjet, do të lutem mos më kërko, sepse jam pa dokumenta dhe më në kthej mbrapsh. Mbase ky ka qenë dhe një premtim që për fat të keq kjo nën nuk mundet ta mbaj më. Tashmë ka ardhur koha që të mësoj për fatin e djalit të saj dhe ato lot që nuk i shterojnë, t'i ndal nga ai lajm që mezi pret ta marr. Pra kjo është historia e Aleksandrit. Ai ka telefonuar për herë të fundit në vitin 2004, apo jo, në qershor të 2004-s. Ju kam thënë se është shëndoshe mirë, ka filluar punë dhe që ajo ka qenë telefonata e fundit. Gjatë të gjithë kanë kaluar shumë vite, apo jo, jemi në 2012-ën, gjatë gjithë kësaj periudhe, ju keni dëgjuar, ka ardhur një lajm nga Belgjika, ndoshta nga shqiptarët që kanë lëvizur nga ndonjë shoku e Aleksandrit, apo thjesht ka qenë heshtje, po? Ka qenë një heshtje, nuk kam marrë asnjë përgjigje,
Kanë ardhur njerëz nga Belgjika që kam njoftur nëpërmjet shoqërisë. U kam dhënë fotografi që ta kërkojnë. U kam thënë në pikat ku mblidhen ditë shtune, ditë diele që mblidhen shqiptarët. Po t'jete mundur, tregoni këtë fotografi, jam mund. Aleksandri ishte i rregullt gjatë përpara 2004-s, gjatë periudhës që ai ka qenë në emigrim, ka qenë i rregullt në telefonata, njoftonte gjithmonë. Po, 10 vjet që ishte atje, ne flisim në rregull, edhe kur pati një fatkeqësi që që në Burg, ai më fliste nga Burgu, i linja mesazh, më fliste, është i 8 vjet. Mund ta përshkruani pak pamjen e tij të jashtme sa i gjatë ishte, nëse ka pas ndonjë shenjë dalluese për gjithë shqiptarë, për gjithë ata persona që na ndjekin momentalisht, pra, ne do të kemi edhe një lidhje direkte me korespondentin tonë në Belgjik, por mund ma përshkruani pak sa i gjatë ishte Aleksandri, a ka pas ndonjë shenjë të veçantë? Çfarë mund të thoni sonte për Aleksandrin, për gjithë ata persona që ndoshta e kanë parë? Po të them, mund të jetë një 7 vjeç. Një 70 i gjatë, po? Mund të jetë një 7 vjeç. Ka pasur ndonjë shenjë dalluese, ndonjë nishan apo diçka, po? Në gjë nuk ka pasur. Shenjë të veçantë. Shenjë të veçantë. Kështu, nga paraqitja jashtme s'ka pasur. Vetëm që ka një operacion që e kanë qelluar me plumb këtu dhe i ka dalë plumbi në veshk, një veshk e ka të hequr. Kjo i ndodhi në 97-ën. Gjatë, pra, 97-ës, gjatë periudhave të vështira që... Atëre pasaj ai, mbasi doli nga spitali, ka ikur. Është larguar, pra që nga i moment nga Shqipëria? Edhe ndenjë 10 vjet. Mbas 10 vjetve, pasi pati një mosmarrveshje, më shumë një tendencë ka patur që dikush e futi në Burg, ndenjë 2 vjet në Burg. Në Belgjik? Në Belgjik. Aty kaloj një gjendje depresive, sepse i bën një pabesime të padrejt. Edhe si përfundim, ish kërkuar psikologes të gjithë atyre, po t'jete mundur në çonin në Shqipëri. Psikologja i tha që do mundohemi të shikojmë. Në fund të erdhi i tha që Aleksandër po të sjell një lajm të mësuar. Në radhë parta gjej i lirë, tha. E dyta tha, me që ke kërkuar ti kish në Shqipëri, mund të shkosh. Pra, kjo ka qenë dhe arsye pse ai ka vendosur i mërzitur nga rrethanat, nga të gjithë ato që i kishin ndodhur në Belgjik, nga një pabesi, siç thoni ju. Kjo ka qenë dhe arsye pse vendosi të kthehet në Shqipëri. Jo, ishte i smur faktikisht edhe donte të vinte në Shqipëri. Në Shqipëri. Me qëllim që sa kohë ka ndënjur në Shqipëri? Kur erdhi? Një vit. Një vit, unë mora një doktor, ishte dhe psikolog dhe neurolog. Ai e vizitovi, i dha mjekim, vazhdovi mjekimin, mirë në rregull. U përmirësua, dilnim, shëtisnim, hanim dreka, darka për lokale, me qëllim që ai të ndryshonte gjendjen e tij shpirtërore dhe emocionale. Dhe të afërmit u afruan të gjithë në radhë, sepse ishte 10 vjet që nuk e kishin parë. Megjithatë vendosi sërish të largohet pra për Belgjik. Ai mbasi kaloi një kohë, domethënë gjatë këtij vitit, në fund më bëri nuk di si të them, nuk donte më që të rinte në Shqipëri. U mundua mos punonte gjykhundi, ishte pa mundur, nuk mund të gjente dot punë. E pa që jeta ishte e vështirë, sepse unë një pension kisha dhe ai nuk mund të përballonte dot. Mamta, unë... Vendosi të largohet. Përveç Aleksandrit, zonjë, ju keni dhe fëmijë, sa fëmijë? Kam një djalë tjetër, e kam Anesti Sota, është i martuar, ka 2 vajza. Unë të ashti aty po rri tek Anesti, sepse kam që në shtëpi më vete. Dhe si përfundim, blem një shtëpi aty afër, me qëllim që të qëndram djali, sepse unë jam e smur vetë. Kam dhe një vajzë, jeton në Itali, është bashkë me burrin, me fëmijët, me një jetë shumë të rregullt, normale, nuk ka në një ashtu. Dhe dëshira jonë ishte
që djali me që kërkovi për të hikur, i thamë që të hikte për në Itali. Tek motra, apo jo? Deri diku a i tha që unë Itali do shtoj, me qëllim që të biesh, që të cilësh e garancia, sepse asnjë s'kishim dëshirë që a i të shkonte në Belgjik. Megjithatë, sërish ai shkoi në Belgjik, apo jo? Në çfarë viti ka arritur në Belgjik? Me këtë ikjen e fundit. Pra, në çfarë viti ka hyrë në shtetin belg? Me ju ka humbur kontaktin në 2004, apo jo? Po. Në Belgjik kur ka shkuar? Datën 3 maj ka ikur, 2004. 2004. Mbriti në Belgjik, u rregullua në punë atje. U rregullua, vajti punonte si kamarier. Punonte si kamarier. U takua me ata pronarët, mori ato lek që kishte për të marrë, sepse nuk mund të vinte në bank në i lek. S'kishte në i lek kushe dise qëfar, po sa për tjetua. Në telefonatën e fundit qëfar ju tha? Mami tha kam arritur, tha jam shndosh e mirë, tha, jam në Belgjik, tha, arrita atje ku isha, tha. Folëm dhe 2-3 herë të tjera, më dërgovi pak lek, me thënë njerë 200 euro, njerë 300 euro dhe njerë më dërgovi 500 euro, sepse kisha dhe unë ca gjëra. Telefononte pra nga kabin telefonike, apo ju kishte dhe numrin e tij të celularit? E keni provuar më tej këtë numër, keni tentuar? E kam numrin e celularit. Keni provuar të ritelefononi dhe... E kam provuar dhe më del numri i padiskutuar, i mbyllur, nuk u ashtu. E kam bilet regjistruar në telefon. Zonja Eftimia, kanë kaluar shumë vite, pra nga 2004, ju keni folur për herë të fundit me të, që nga i moment nuk ja keni dëgjuar me zërin djalit tuaj. Jo. Shpresojmë që ai të jetë shëndoshë mirë, të na ndjekë sonte dhe nëse na ndjek sonte Aleksandri. Valët e televizionit publik shqiptar pra shkojnë edhe ndoshta në Belgjik, le të shpresojmë që ai të ndodhet diku dhe të na ndjekë sonte, t'ju shikoj dhe ju, ose të shpresojmë se mund të ketë shok të tij, të cilët ndjekin emisionin tonë, i cili është drejt për së drejtin transmetohet live. Në qoftë se na ndjekin, pra në qoftë se na ndjek vetë Aleksandri, çfarë do t'i thoshi? Do t'i theshe në radhë partë mos dhe mbrojt me mua, sepse ma kishte lënë amanet që unë të mos e kërkoja, me që ishte pa dokumenta. Por duhet t'i them Aleksandrit, nuk jam unë që e kërkoj vetëm. Aleksandrin e kërkon vllai, e kërkon motra, e kërkon Klaj Dinipi, e kërkon Klara, Denada, Amanda, të gjithë e kërkojnë, sepse i kanë të tyre. Dhe ka qenë shumë i afërt me fëmijët, ka qenë shumë i afërt me motrën, me vllain. E kërkon burri motrës, e kërkon nusja e vllait. Kështu që e kemi patur shumë të afërt, ka qenë djalë shumë i mirë. Nuk ka qenë njeri që të na sillte probleme. Dhe prandaj kanë mall të gjithë për Aleksandrin. Dhe unë e bëra këtë që se më detyruan që unë ta kërkoj. Më detyrovi vajza, djali, më tha vajza më vurit një kusht. Mami tha në qoftë se ti, tha nuk e kërkon Sandrin, tha unë nuk të vim në Shqipëri. Dhe unë isha e detyruar. E kërkova. Aleksandri, vetëm të më thotë që jam mirë se unë nuk do asnjë gjë. Pre atia, dhe në burg sikur tjetë, vetëm tjetë me mendje të mirë në kokë. Me që ka patur një depresion. Dua që të ketë shëndet, plot. Ajo që ju jeni të shqetësuar, sepse Aleksandri është tashmë është i rritur, ndoshta ka zgjedhur të vetë jetën e tij, ta bëjë si të dëshirojë ai, por thjesht ju shqetësoheni për shëndetin, duke marrë parasysh se ai s'ka qenë mirë pra përpara se të largojë drejt Belgjikës, ka pasur probleme me shëndetin dhe kryesorja është thjesht ju telefonoi dhe t'ju thotë se është shëndoshë mirë apo jo. Kaq të më thotë, asgjë tjetër nuk dua. Ta marrë vesh që është gjallë, ta marrë vesh që është shëndoshë e mirë. Dhe në qoftë se është lidhur me ndonjë vajzë, le të bëjë jetën e tij, mbase mund të ketë gjetur një bashkëshorte që ta ketë tamam si mas karakterit tij, unë gëzoj që ai të ketë një jetë të gëzuar dhe të mirë. Dhe mos marri më në telefon, vetëm mjafton të më thotë sonte, në qoftë se ai është dhe më dëgjon, mami jam shëndoshë e mirë. Vetëm kaq, vetëm një herë të më thotë ma, unë e kuptoj që është ai. Ju keni qenë shumë e lidhur me Aleksandrin, apo jo? Dhe gjithashtu dhe ai me ju. E sidomos me motrën ka qenë shumë i lidhur. Shumë i lidhur ka qenë. Fillimisht kur ka qenë në Belgjik, në çfarë qytetit Belgjikës ka? Në Liezh. Në Liezh. Të shpresojmë që sonte të na ndjekin, ndoshta të shpresojmë të na ndjeki vetë Aleksandri, por nëse ka shqiptar që na ndjekin momentalisht nga Liezhi,
i Belgjikës, do t'i luteshim të shikoni dhe njerë mirë foton e Aleksandr Sotës. Ka humbur kontaktin me familjarët e tij pra në maj të 2004-s, nga 2004 ai nuk ka telefonuar më, familjarët nuk dinë se çfarë ka ndodhur me jetën e tij. Ajo që ata kërkojnë është thjesht të marrin vesh se Aleksandri shëndoshë mirë. Prandaj të nderuar miq, të gjithë ju që ndiqni emisionin ton sonte, të gjithë ata shqiptarë që na ndjekin momentalisht nga Liezhi i Belgjikës, nëse kanë parë të person, nëse e njohin, nëse din ku jeton, ku jeton ky person, do t'ju luteshim kontaktoni numrat tanë të telefonit. Të shpresojmë pra se na ndjekin, gjithsesi ne kemi folur dhe me korespondenten tonë, jemi duke ndjekur dhe foton e Aleksandr Sotës për gjithë personat të cilët janë duke ndjekur emisionin tonë. Unë do doja t'ja u jepja fjalën gazetarëve dhe njerë japim të dhënat e Aleksandrit, drejt përse drejti. Visi shpejt. Kërkuar Aleksandr Sotën, i cili është i datëlindjes 29 nëntor 1965, ai ka lindur në Tiranë dhe ka qenë banues në Tiranë, ndërkohë që shori viti 2004 ka qenë data kur ai ka humbur nga Liezhi i Belgjikës, ku ka pasur telefonatën e fundit me nënën e tij, Eftinin. Pra, të shpresojmë numrat tanë të telefonit të nderuar miq që keni të afishuar në ekranin tuaj, ju mund të kontaktoni në këta numra, mund të jepni informacionin tuaj, por mund të dërgoni këtë informacion dhe në faqen tonë zyrtare, si dhe në numrin celular i cili është i afishuar në ekranin tuaj, mund të dërgoni mesazhet, pra informacionin përmjet mesazheve, të cilat nuk ju kushtojnë, kanë vlerën e një mesazhi të thjeshtë. Të nderuar miq, pra jemi sonte këtu për të kërkuar fatin e Aleksandr Sotës. Shpirtëror do të sillim tek ju histori të pasbuluar ndonjëherë, misteri të pasgjidhura, filozofi të zhdukura, prandaj qëndroni me ne, të nderuar miq. Përpara se të shkëputeshim për hapësirën publicitare, ishim duke folur për fatin e një shqiptari të humbur, i cili ka humbur kontaktin me familjarët e tij më mirë nga Belgjika që nga viti 2004. Sonte ndodhemi këtu me nënën e tij, zonjën Eftimi, e cila ka pra shumë vite pa folur me djalin dhe pa marrë vesh se çfarë ka ndodhur me jetën e tij. Ajo që kërkon pra nëpërmjet emisionit tonë dhe nga të gjithë ju të nderuar miq që ndiqni sonte drejt për së drejti emisionin tonë, është thjesht të marrë vesh se ku e ka djalin, a e ka gjallë apo jo. Jemi duke ndjekur foton e tij. Ai është 47 vjeç, ka lindur në Tiranë, flokët gështenj, pak të rëna përpara, sytë e zeza, dhe ka humbur kontaktin me familjarët nga viti 2004, nga Belgjika. Telefonatën e fundit pra e ka bërë nga Belgjika e pikërisht nga Liezhi, apo jo? Aty ku ai është vendosur, pra dhe i ka thënë nënës së tij se kanë filluar punë, jam stabilizuar dhe punoj në atë punë që kam punuar dhe më përpara. Pasi Aleksandri, vite më parë, ka qenë emigrant në shtetin belg dhe pikërisht në të njëjtën zonë, në Liezh. Është kthyer në Shqipëri për disa pra gjëra jo të pëlqyeshme që i kanë ndodhur në Belgjik, është kthyer në Shqipëri, ka jetuar rreth një vit këtu dhe mbasi janë stabilizuar gjërat, ka tentuar sërish të largohet nga Shqipëria me idenë se ndoshta dëshironte të shkonte në Itali tek motra e tij, e cila vazhdon të jetojë aty, por nuk ka shkuar tek motra, ka shkuar sërish në Belgjik. Telefonatën e fundit e ka bërë me nënën e tij në vitin 2004, në maj të 2004 nga Liezhi i Belgjikës. Sonte nëna e tij e belbëzuar ndodhet në emisionin tonë dhe ju bën apel të gjithë juve, të cilët e keni parë Aleksandrin, por dhe vetë Aleksandrin, nëse na ndjek të bëhet i gjallë. Le të lajmëroj nënën e tij se është shëndoshë mirë. Pak më përpara ne dham dhe të dhënat e tij, unë ndërkohë do doja t'ja jepja fjalën Evisit. Atëherë ndërkohë që kërkimet kanë filluar për Aleksandrin, gjithmonë në qytetin e Liezhës, aty ku është dhe pika zero, aty ka humbur kontaktin me nënën e tij, ka qenë telefonata e fundit. Është e vërtetë. Ku jemi me kërkimet? Pikërisht unë do t'i mësoj akoma më tepër thirrjes së fundit që i bën publikut për qytetin e Liezhit në Belgjik, pasi si duket edhe nga kërkimet e fundit që kemi kryer, ne rezultojmë sërish në të njëjtin qytet Belgjik, pra në Liezh, të paktën deri përpara një viti, në vitin 2011, gjurmët e Aleksandr Sotës gjenden ende po aty. Dua të them se Aleksandri në këtë shtet, në fakt, prej disa kohësh, është njohur dhe jo regjistruar me një emër tjetër, i quajtur Tom Smiley, pra dhe po ashtu është identifikuar dhe prezantuar nga qyteti i Durrësit. Po. Është detyruar pra si shumë shqiptarë të tjerë për të pajisur me dokumenta, kjo ka qenë arsyeja përse ka aplikuar ndoshta me këtë emër. Tendenca e tij e herpashershme ka qenë kërkesa për të fituar statusin e azilantit politik në këtë shtet
dhe her pas here pra ka dorëzuar dokumentacionet për të pritur sa më shpejt për ta marrë të status, por që ende nuk e ka fituar. Megjithatë, deri tani vështirësia ka qenë tek adresa, pra nuk është paraqitur ende një adresë rezidenciale, pasi emri i tij nuk gjendet në regjistrat e popullsisë në Liezh të Belgjikës. Sonde do të kemi një lidhje drejt për së drejti me korespondenten tonë në Belgjikë, zonjën Lindita Manaj, drejt për së drejti pra nga Brukseli. Le të dëgjojmë se çfarë do të na sjelli, pra cilat do të jenë lajmet e fundit që Lindita do të sjelli nga Belgjika. Atëherë kemi Linditën në linjë. E kemi linja numër 1, regjia. Mirëmbrëma Lindita. Mirëmbrëma Ida. Atëherë, mirëmbrëma, të përshëndes, të uroj suksese për këtë sezon. Jemi gjithë këshëri duke të dëgjuar, pra jemi këtu me nënën e Aleksandër Sotës, me zonjën e Ftimi, dhe duam të dim cilat janë lajmet e fundit që vinë nga Belgjika. Për herë të fundit, ai ka humbur kontaktin me familjarët nga Liezhi. Po. I ka thënë se jam stabilizuar nënës së tij, kam filluar tek e njëjta punë që kam qenë, kjo ka qenë dhe telefonata e fundit nga 2004, ai nuk është bërë më i gjallë. Ajo që kam frikë familjarët është çfarë është bërë me shëndetin, me jetën e tij, pasi ka pasur probleme më përpara. Lindita, keni marrë vesh ndonjë lajm për të? Po, Aida. Për sa i përket Aleksandër Sotës, i lindur me 29/11/1965, lindur në Tiranë, ka arritur në Bruksel, Aida, në vitin 1998 me 17 mars të vitit 1998. Këto të marrë në rrugë zyrtare dhe shumë konfidenciale. Po. Ndërkohë, Aleksandri, në kohën që ai ka bërë aplikimin për azil kërkues këtu në Bruksel, Aida, po, nuk është prezantuar me emrin e tij të saktë, por është prezantuar me emrin Tom Smiley, i datëlindjes 29/9/1965. Pra, Tom Smiley i datëlindjes 29/9/1965, me atë të saktën që është 29/11/1965. Lindita, gjithmonë në emër dhe mbiemër të rrem. Lindita, më dëgjoj, qëndro pak aty, do doja të pyesja pak maman e Aleksandrit. Zonjë, ju jeni në dieni për këtë fakt se Aleksandri aty ka aplikuar me një identitet tjetër për të fituar dokumenta? Po, jeni. Është një identitet, pra Tom Smiley? Tom Smiley. Tom Smiley. Po, Lindita, të dëgjojmë pasi konfirmohet dhe nga nëna e Aleksandrit ky fakt se vërtet ai ka aplikuar me një identitet tjetër për të fituar pra dokumentat në shtetin belg. Eksakt, statusin për azil kërkues këtu në Bruksel. Por që ai asnjëherë nuk është rregulluar me statusin e një azil kërkuesi të rregullt, Aida. Për momentin, deri më tani që flasim, është ilegal në Bruksel. Nuk ndodhet legal, por ilegal. Do të them dhe diçka, Aida, për gjatë gjithë kohës që ai ishte në pritje dokumentave dhe që është stabilizuar në adresën Vizevoa numër 1, kodi postal 4041 Herental, është një provincë e Liezhës. Pra edhe një herë, Vizevoa l'adresa numër 1, kodi postal 4041, në Herental, provincë e Liezhës. Lindita, këte keni zbuluar ju këto kohët e fundit, këta adres? E kam marrë sot në orët e vona nëpërmjet një emaili nga ana e zyrës regjistracionit popularizacionit të Herentalsit në Liezhë, Aida. Është konfirmuar zyrtarisht. Atëherë për çfarë date flasim? Pra në këtë adres deri në çfarë date ka qëndruar? Aida, në këtë adres, ai ka mbajtur këtë adres dhe një afat kohor shumë të gjatë, por nuk mund të them një datë eksakte për arsye se këto janë shumë konfidenciale. Po? Dhe nga njëherë në ajër nuk mund t'i bëjmë edhe shumë publike për arsye të ruajtjes së privatësisë personit. Duke marrë parasysh, Aida, duke marrë parasysh që ECA-ket e Aleksandër Sotës kanë qenë paksa në vështirësi. Du të citoj këtu, jo për të bërë show apo për të bërë publik jetën private të tij, por duke marrë parasysh që ati nuk e ka jetur dhe shumë mbar, për vetëm në arsye në shtator të vitit 1999. Po, Lindita, këtë fakt na i tha edhe nëna e Aleksandrit, gjithsesi, këto informacione që ti ke marrë ditën e sotme, figurojnë në bazë 2004, sepse ne na intereson të dim çfarë ka ndodhur me Aleksandrin në bazë 2004-s. Po, Aida, në bazë 2004-s ekziston fakti që Aleksandër Sota ka jetuar në këtë adresë
Deri me datën, do ta bëj publike përderisa edhe ona pres me kërshëri, deri me datën 30/12/2011 Aida. Ky është lajm shumë i mirë atëre. Lindita të falenderoj. Aleksandër Sota është shumë mirë, do shëndet të plot Aida dhe për një afat kohor të shkurtër ndoshta mund të kontaktojmë dhe me Aleksandër Sotën, por që është një problem i vogël për arsye se ai nuk është regjistruar për momentin një adresë domiciliacion, siç e themi këtu në Bruksel. E kuptoj. Lindita, qëndro pak në linjë sepse nëna e Aleksandrit nuk e ka dëgjuar mirë atë që ti ke thënë dhe që është shumë e rëndësishme ta dëgjoj. Atëre, Lindita është duke na thënë se ditën e sotme ka marrë një konfirmim zyrtar edhe nga policia dhe nga zyra e migracionit belg, se Aleksandri pra ka marrë adresën eksakte në Liezhë të Aleksandrit, ka jetuar në këtë adresë deri në 2011. Pra nga 2004 deri me 30/12 Aida. Po? 2011. Në adresën Vizevoa, numër 1, 4021 Herental, provincë e Lezhës. Pra, deri në fund të 2011-ës ka jetuar në këtë adresë. Po, ka jetuar në këtë adresë Aida. Ndërkohë që ti bëre shumë mirë që përbëre publike adresën, pasi momentalisht mund të na ndjekin shumë shqiptar nga Liezhi dhe mund të ndodhen shumë afër kësaj adrese, ndoshta mund të trokasin në derën e Aleksandrit dhe pse jo të bëjmë të mundur sonde ta lidhim nënën e tij me të. Unë kam pas edhe në linjë telefonike sa vullnetar Aida nga provinca aty afër në Liezhë, por që nuk është bërë mundur lidhja me Aleksandrin, por unë e siguroj të jëmën që Aleksandër Sota gëzon shëndet shumë të mirë dhe është gjallë të paktën për aq informacion se ka, sidomos zyrtar, atë të 30/12/2011. Pra, nga Belgjika vjen lajmi se Aleksandri është shëndoshë mirë deri në 30 dhjetor të 2011-ës, është i konfirmuar kjo zyrtarisht edhe nga policia belge dhe nga zyra e migracionit. Tani po përpiqemi të marrim vesh nga janari dhe deri në këtë momenti që ne flasim ku ndodhet kryesorja është që është gjallë. Edhe është shëndoshë mirë. Ka qenë në këtë adresë, ka vazhduar punën e tij dhe ky është lajmi mirë që vjen sonte për Aleksandrin. Nga janari dhe këte nuk ka... Nga janari deri këtej është duke punuar për korespondentja jonë aty, po, Lindita. Më falë për intervenimin. Unë dua të siguroj nënën e Aleksandrit, zonjën Iftini, që djali i saj është gjallë dhe gëzon shëndet të plot. Atëre, kjo është kryesorja. Lavdi Zotit. Kjo është kryesorja që është gjallë dhe gëzon shëndet të plot. Ky sezoni ka filluar mbar Aida. Unë Lindita, unë të falenderoj, të përshëndes, ka qenë një punë e lodhshme vërtet, sepse ju është dashur të me sa jam në dieni të udhëtoni, të bëni shumë kilometra deri në Liezhë dhe kjo ju bën pra të një nga korespondentet tonë, ndërkorespondentet tona më të mira në kërkim të fallit të këtyre personave cilët kanë humbur, por nga rrethana që ne nuk i dim dhe nuk jemi ne ata që do të nxjerrim në pa për cilat janë arsyet pse nuk kontaktojnë. Ne thjesht jemi këtu për të shërbyer si urlidhse ndërmjet tyre dhe nënave apo familjarëve të tyre. E vërtet Aida, faleminderit për fjalët e mira, por për ne është një impenjim dhe një punë që ne nuk na kalojmë asnjë kohë dhe asnjë moment. Situat dhe ju më poshtë që me të vërtet kanë qenë pushime, por ne gjatë kësaj periudhe kohe kemi punuar që gjithë sistaf dhe për asnjë moment puna jonë për secilin person dhe individ që ne prezantojmë në pasaportat të lakt përmendura si më sipër, jemi të angazhuar impenjativisht për të arritur atë që ne me të vërtet kërkojmë, pra personat e humbur që t'i bashkojmë sa më shpejt pranë familjeve edhe gjithë familjarëve të tyre. Lindita, atëre kemi ngelur në pikën pra nga dhjetori 2011-ës deri më sot që ne flasim. Informacionet vinë se Aleksandri është shëndoshë mirë dhe gëzon të pra shëndet të plot, është gjallë, kjo është kryesorja. Ndërkohë që ju keni dërguar pra edhe disa vullnetarë të kërkojnë në Liezhë në zonën ku ju keni dhe adresën, apo jo? Po, patjetër. Mund ta bëjmë njëherë publike, Lindita, këtë adresë, sepse na ndjekin ndoshta nga Liezhi. Atëherë, adresa është dhe njëherë Vizevoa, numër 1, kodi postal 4021 Herental, Liezhë. Vizevoa, numër 1, 4021 Herental, Liezhë. Të shpresojmë që të kemi sonte pra
persona cilët mund të na ndihmojnë nëpërmjet kësaj adrese mund ta verifikojnë dhe ne jo pa qëllim e transmetuam në fillim në fillim të emisionit Historinë e Aleksandrit. Ndërkohë do të jemi në pritje Lindita, ndoshta do të rilidhemi sërish nëse gjatë zhvillimit të mbrëmjes së sotme do të kemi diçka të re, si ju po dhe ne këtej. Patjetër, Aida, unë jam dhe në pritje, përderisa unë kam angazhuar dhe sa vullnetar në numrat e të cilëve disponoj për kërkimin e Aleksandrës Sotas, të cilët e kanë parë se punon si kamarjer, megjithatë kjo është gjithmonë një hipotezë e hedhur për arsye se nuk kemi një adresë të saktë të shënuar në regjistrin e popularizacionit për afatin kohor janar-shtator që flasim, Aida. E kuptoj. Atëherë kanë ngelur për të zbuluar këtë muaj pra janar-shtator deri në këtë momente që flasim. Lindita, të falenderoj të përshëndes, nuk do të them natë në mirë sepse shpresoj se sonte do të kemi pra lëvizje edhe nga Liezhi, nga shqiptarë që na ndjekin aty. Patjetër atëherë. Në qoftë se unë kam diçka të reja, Aida, unë do të kërkoj linjën patjetër. Okej, të përshëndes atëherë për momentin. Edhe unë gjithashtu. Unë të mbar, Aida. Faleminderit. Është lajm i mirë sepse të paktën zyrtarisht është gëzon të shëndet të plot sipas policisë belge dhe zyrës së migracionit. Thjesht duam të dimë është vendosur nga ajo adresë dhe mund të jetë shkuar diku tjetër. Tani jemi duke pritur pra ndoshta për një adresë të re nga janari deri në shtator. Shpresojmë që na ndjekin edhe vajza juaj nga Italia dhe ndoshta sonte ka marrë lajm të mirë. Shumë faleminderit. Kjo është kryesorja. Falenderoj të gjithë, falenderoj stafin, gazetarët, falenderoj Linditën. Nuk gjej fjalë më të bukura të them. Të kuptoj, është një lehtësim madh sepse nga 2004 marr një lajm të mirë. Dash Zoti deri në fund jetë një lajm i mirë derisa unë ta dëgjoj në telefon këtë ditë. Do të presim deri në fund, unë shpresoj, kam bindjen se të gjithë shqiptarët që na ndjekin, të gjithë ata që kanë mbështetur emisionin tonë dhe mbështetja më e madhe është informacioni. Pra nëse e keni parë këtë person, do doja regjia edhe një herë të më ndihmonit me foton e tij, ju lutem telefononi, jepni pra informacionin tuaj, keni shumë mënyra për të kontaktuar me ne, ju mund të kontaktoni dhe të jepni informacionin tuaj për fatin nëse keni parë vërtet ku ndodhet momentalisht Aleksandr Sota. Jemi duke ndjekur dhe foton e tij, japim dhe një herë të dhënat e vis. Aleksandr Sotën, i cili ka lindur 29 nëntor të vitit 1965, ai është 37 vjeç dhe ka humbur në qershor të vitit 2004 pra nga Liezhi i Belgjikës, që të paktën deri vitin 2011, siç e konfirmoi dhe Lindita, ai gjendet ende po aty. Atëherë pra jemi duke ndjekur foton e tij, nëse ka persona që njohin Aleksandrin dhe këtu do doja t'ju bëja thirrje të gjithë atyre që na ndjekin nga Liezhi, ju lutem kontaktoni menjëherë me emisionin ton. Atëherë do të jemi në pritje. Do doja të pyesja gazetarët nëse ka pasur ndonjë telefonat tjetër apo po Dorina. Atëherë në këtë momente sapo mbriti një informacion në lidhje me Aleksandrin. E ka parë bazohet vetëm tek fotoja, po. Personalisht zotëria që jep informacionin nuk është se e njeh Aleksandrin, thjesht duke parë në këtë momente foton e tij, mendon se ka parë përpara 3 javësh në qendër të Anversit, domethënë të qytetit, ishte i shoqëruar nga, domethënë me 2 shokët e tij. Do doja edhe një herë të prezantonim foton e tij dhe ndërkohë tham se është 1.70 i gjatë apo jo. 1.70 i gjatë, nuk flokët e zeza, pak të rëna, sytë e zinj, ka bërë ushtrin më thatë në rrethin e Korçës. Janë shumë të rëndësishme këto se mund t'i ketë biseduar, mund të ketë folur ndoshta me shokët e tij atje në Belgjik, mund të kenë folur për kohën kur ai ka jetuar në Shqipëri. Ndonjë rrethan tjetër të cila mund të ndihmonte teleshikuesi sepse janë duke telefonuar dhe duke pyetur për informacione të mëtejshme për Aleksandrin, tham 1.70 i gjatë apo jo? Kaq është 1.70. 1.70 i gjatë, ndonjë shenjë dalluese, ndonjë nishan në të cilën jo nuk ka kështu nishan. Pjesën e dhëmbëve ka diçka apo të rregullta dhëmbët. Këto janë, ka një vlla dhe një motër, apo jo? Është në dini që motra e tij jeton në Itali, ndërsa vllai këtu në Shqipëri. Atëherë do të jemi në pritjen, ka diçka tjetër, me sa shikoj jemi duke marrë telefonata, ndërkohë do të presim nëse zbulojmë diçka tjetër, lajmi mirë është se është shëndoshë mirë, gëzon shëndet të plotë, siç e tha dhe Lindita, dhe këtë e konfirmon edhe policia belge, por edhe zyra e migracionit, se ky person ndodhet në Belgjik, gëzon shëndet të plotë, thjesht ka ndryshuar adresë.
Do të presim, janë dhe disa informacione konfidenciale që vetë policia belge nuk mund na japi, pasi është në moshë madhore dhe është e drejta e tij duke ruajtur gjithmonë privatësinë e Aleksandrit. Megjithatë, ne shpresojmë në ndihmën e gjithë atyre që na ndjekin, teleshikuesve, të cilët mundet ta kenë parë diku ndoshta në Belgjik, diku në Liezh, apo nuk e dim se ku mund të ketë zhvendosur, në çfarë qyteti. Sonte ka mbritur informacioni i parë, i cili flet për në Anvers, një zotëri bazohet thjesht tek foto, por për çfarë date flasim, Dorina? Për çfarë date flet zotëria? Domethënë e kishte parë përpara 3 javësh, domethënë supozohet para 3 javësh, pra flasim për kohët e fundit. Flasim për muajin shtator. Në shtator 2012. Kemi diçka tjetër, Silva? Kemi diçka, po? Në fakt, në lidhje me Aleksandr kemi interesime për të na ndihmuar, plus edhe apeli që bëri edhe Lindita për ndihmes në Liezh. Gjithashtu ka dhe interesime nga familjarë të cilët kanë denoncuar raste në emisionin tonë. Nëse kemi pasur sot në një telefonat nga vullnetarë të cilët ofrojnë ndihmesën e tyre nga Liezhi, do të na ndihmonin shumë, pasi me adresën që ka dhënë Lindita mundet të shkojnë dhe të verifikojnë në këtë adresë nëse ai vazhdon të jetojë aty apo është shpërngulur. Megjithatë do të jemi në pritje gjatë mbrëmjes së sotme dhe kalojmë tani në disa raste të tjera, të cilat janë përgatitur nga stafi im për t'i publikuar. Të nderuar miq, shpresoj për gjithë personat që do të dëgjoni të dhënat e tyre pak më tutje, nëse i njihni këta persona, por nëse keni dëgjuar për fatin e tyre të flitet ose nëse kanë qenë shumë pranë jush, kontaktoni me ne dhe na tregoni se ku ndodhen momentalisht. Fillojmë me historinë e parë, Bernard. Atëherë do të riprezentojmë historinë e 41 vjeçarit Skënder Avdyli, i lindur në Elbasan, i cili ka shkëputur kontaktet me të afërmit që nga shtatori i vitit 1998, kohën të cilën ai ka dërguar edhe letrën e fundit bashkëngjitur bashkë me disa ilaçe për një familjar të sëmur. Adresa e fundit ka qenë nga Barcelona e Spanjës, mendohet se ai jetonte në një hotel pension, kaq të dhëna din familjarët dhe që atëherë nuk ka patur asnjë shenjë jete nga ana e tij. Megjithatë, kërkimet e emisionit Njerëzumur kanë vazhduar dhe kanë patur edhe të tjerë të cilët e kanë konfirmuar se ai vazhdon të jetojë ende në Spanjë, por gjithnjë nëse ai dëshiron të flasë apo jo mbetet në dëshirën e tij. Japim edhe një herë pra për kë bëhet fjalë. Bëhet fjalë për 41 vjeçarin Skënder Avdyli nga Elbasani, i cili që nga shtatori i vitit 1998 nuk është bërë i gjallë për familjen e tij dhe në atë kohë ai është lajmëruar nga Barcelona e Spanjës. Është një nga rastet më të hershme të denoncuara nga familjarët në emisionin ton. Do t'ju lutesha gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga Barcelona e Spanjës, pra nëse kanë informacione për këtë person, do t'ju luteshim kontaktoni me njëherë me emisionin ton, pasi familjarët, motra e tij telefonon vazhdimisht në emision për të marrë vesh nëse kanë ardhur të reja apo nëse kemi zbuluar diçka për fatin e tij. Sonte jo pa qëllim ne ripublikuam këtë histori për të mbledhur informacione, pasi pika 0 pra e gjithë kërkimeve tona kanë ngelur pikërisht në Barcelonë. Kalojmë tek historia tjetër, Seda. Mimbroma Aida, mimbroma të gjithëve. Atëherë do të vazhdojmë me historinë e Aslan Hasanit, aktualisht 55 vjeç, vend lindja Mitrovica, Kosovë, ka shkëputur kontaktet me familjen e tij në datën 31 mars të vitit 2011 në drejtim të paditur. Ai del nga shtëpia e tij në këtë datë dhe por në punë dhe nga ky moment nuk dihet më asgjë për fatin e tij. Familjarët pasi kanë parë mungesën e tij, kanë filluar kërkime dhe i vetmi informacion që kam arritur të marrin për Aslan Hasanin është se ai është regjistruar nga kamerat e një banke e cila ishte pranë shtëpisë së tij. Familjarët gjithashtu kanë bërë denoncimin në policinë e Mitrovicës, por nuk kanë mundur të marrin në një adresë të saktë se ku mund të ndodhet ai. Sezonin e kaluar ne kemi prezantuar këtë histori dhe kemi arritur të marrim shumë informacione nga disa persona të cilët e njihnin dhe përpara se ai të shkëpute kontaktet me familjen. Dhe këta persona pohojnë se Aslan Hasani ndodhet në Munich të Gjermanisë. Duke u bazuar në këto informacione, ne kemi filluar kërkimet në rrugë zyrtare dhe kemi marrë një përgjigje zyrtare se ekziston një person me këtë identitet në shtetin gjerman. Shpresoj që të marrim një adresë saktë se ku ai jeton aktualisht. Gjatë disa periudhe janë bërë kërkimet hulumtimet rreth këtij personi, ka pasur shumë verifikime të cilat kanë ardhur si pasojë atyre telefonatave apo informacioneve që kanë mbrit në emisionin ton, dhe mendohet pra Seda se ky person vazhdon të jetojë sërish në Gjermani, apo jo?
Atëre të shpresojmë që ndoshta sonte të gjithë ata të cilët pan foton dhe të dhënat e tij në qoftë se njohin dhe din konkretisht se ku ndodhet, por dhe vetë zotëria në qoftë se na ndjek, pra unë do t'i lutesha në emër të familjarëve të tij, le të lajmëroj në emisionin tonë thjesht familjarët duan të dinë është gjallë apo çfarë ka ndodhur me të. Kalojmë tek rasti tjetër. Po, vjojnë prezentojmë pasaportën e Lulieta Lekës, e cila ka lindur në qytetin e Elbasanit dhe e martuar në qytetin e Korçës, ku ka qenë edhe vendi, ku ajo ka humbur prej korrikut të vitit 2000, ku është parë për herë të fundit në drejtorinë e policisë të këtij qytetit, ku mendohet se Lulieta ka tërhequr një pasaport. Gjurmët e saj të fundit mendohet se gjenden në 17 dhjetor të vitit 2007, ku ajo është parë nga një afërm në Livorno të Italisë, megjithatë informacione për të mbërin edhe nga Greqia. Gjithsesi, ne ende nuk kemi një informacion të plot dhe të sakt për vendodhjen e saj dhe ajo rezulton ende person i humbur për fëmijët, motrat dhe vëllezërit e saj, dhe për këtë arsye lutemi për gjithë teleshikuesit që na ndjekin nga Greqia dhe nga Italia, por edhe kudo, pra që mund ta kenë parë Lulieta Lekën, të na telefonojnë në studio. Pra sot ajo do të jetë 39 vjeç, lutemi Lulietës nëse na ndjek të lajmëroj familjen se shëndoshe mirë, por gjithë ata që njohin do t'ju luteshim të kontaktoni me emisionin tonë dhe kalojmë tek rasti tjetër. Stella. Do të kërkojmë fatin e Artur Carja, natën e sotme, sot duhet të jetë 17 vjeç. Ai rezulton i humbur që prej datës 7 korrik të vitit 2004 në drejtim të paditur. Artur Carja ishte një fëmijë vetëm 9 vjeç kur u zhduk pa pritmas në tregun e fruta perimeve, ishte i shoqëruar së bashku me vllajën e tij dhe u zhduk në mënyrë misterioze, që nga ai moment nuk kemi arritur të marrim asnjë informacion për fatin e tij, ndonse mediat kanë shkruar shumë për historinë e djalit të vogël në atë kohë, madje edhe në Greqi është bërë mundur që të kërkohet edhe nga organizata buzëqeshja e fëmijëve atje, por pa ndonjë rezultat konkret. U mendua se ndoshta mund të ishte marrë për të trafikuar ky fëmijë, por nuk dihet se çfarë mund të jetë bërë me fatin e Artur Carjes. Sonte është edhe babai i tij në studio, ndoshta mund dëshiroj të flas diçka. Mbrëma, mirë se keni ardhur zotëri. Pra, disa herë ne kemi publikuar në emisionin tonë historinë dhe foton e Artur Carjes, ka qenë vetëm fëmijë kur është zhdukur vërtet në rrethana misterioze në qytetin e tij të lindjes, pra në Elbasan. Kanë kaluar shumë vite, por nga 7 korriku i 2004-s, kur ai është zhdukur në rrethana misterioze, askush nuk ka folur për të. Historia menjëherë është denoncuar, pra familjarët e kanë denoncuar zhdukjen e tij dhe në polici. Apo jo, zotëri, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Menjëherë, pra mbas zhdukjes së tij keni pritur që ai të kthehet në shtëpi, nuk është kthyer dhe direkt keni shkuar në polici, apo jo? Po, që nga i moment janë bërë kërkimet, gjithsesi u tha se mos ndoshta ka kaluar në shtetin grek, në territorin grek, nuk u zbulua asnjëherë. Nuk u zbulua asgjë heqme. Atë ditë ai në datën 4 korrik, pra në 7 korrik të 2004-s, kishte dalë për të, pra mund të na thoni rrethanat se si ka humbur. Dalë me gjëson vetë, ishte në Greqi. Edhe ka dalë bashkë me vllajën e vet. Me tregtu qese, në tregun e Elbasanit. Duke marrë parasysh kushtet e vështira të familjes, pra ju ishit emigrant ilegal në Greqi në ato vite. Ai së bashkë me vllajën kishte dalë në treg për të shitur qese plasmasi. Qese plasmasi. Ka qenë periudha që shkollat ishin mbyllur dhe djemt, pra të dy mundoheshin të ndihmonin në një farë mënyrë familjen, apo jo? Kanë dalë për të shitur qese ku, në çfarë zone të Elbasanit? Sepse sonte në markatën e Elbasanit. Në markatën e Elbasanit. Dhe qëfar ka ndodhur më tej? Deri në orën 12 kanë qenë së bashku. Mas orës 12 është zhdukur. Në orën, pra deri në 12 të drekës, të paradites kanë qenë së bashku. Më tej, Arturi është shkëputur, apo thjesht kanë humbur njëri tjetrin aty në treg? Tashjeta nuk e se veshin njëri mas tjetër. Kanë kaluar dhe shumë vite, ju s'keni qenë dhe prezent, gjithsesi. Keni pritur pra që ai të kthehet në shtëpi, e keni kërkuar, nuk është kthyer dhe me njerë keni bërë denoncim në polici. Sa vjeç ka qenë atëherë Arturi? 9 vjeç. 9 vjeç. Policia ka bërë verifikimet, kërkimet, por nuk është zbuluar asnjëherë çfarë ka ndodhur me Arturin. Vitet kanë kaluar dhe sot ai duhet të jetë 17 vjeç apo jo? 17 vjeç. Pra, momentet që ju e keni denoncuar historinë e emisionin ton, në një bashkëpunim që ne kemi dhe me një organizat për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por dhe për fëmijët e zhdukur në Greqi, pra buzëqeshja e fëmijëve ose Hamogjelu të Pedhiu,
Ata kanë publikuar foton e Aleksandrit, më falin, foton e Arturit në zonat të ndryshme të Greqisë, sidomos në Athinë, nëpër metro, në stacione treni, në mos ndoshta e kishim parë. Megjithatë edhe andej nuk erdhi asnjë lajm dhe asnjë informacion. Gjatë gjithë kësaj periudhe, pra deri sonte, keni marrë vesh ndonjë lajm apo ndonjë thashë them që flitet për Arturin, keni dëgjuar të flitet diçka për të? Jo, asnjë fare. Asgjë. Asgjë hiç. Nëse ka persona që e kanë parë atë ditë të 7 korrikut të 2004-s, e kanë parë se çfarë drejtimi ka marrë ai, çfarë do t'ju thoshit sonte? Kanë kaluar shumë vite, megjithatë ka qenë vetëm 9 vjeç, ka qenë vetëm një fëmijë 9 vjeçar, kishte dalë atë ditë së bashku me të vllajën në markatën e Elbasanit për të shitur qese plasmasi. Ndërkohë babai i tij emigrant ilegal në Greqi. Një familje në kushte jashtëzakonisht të vështira për të mbijetuar, 2 fëmijë të vegjël të cilët dalin në një treg markate në datën e 7 korrikut 2004 për të shitur qese plasmasi. Janë ndarë, nuk di rrethana se si janë ndarë të 2 vëllezrit, por ai që mungon dhe ai që është zhdukur dhe mungon dhe sot e kësaj dite është Arturi. Arturi, cili ka qenë atëherë vetëm 9 vjeç, e sot duhet jetë 17 vjeç gjithmonë nëse është shëndoshë mirë. Të gjitha atyre personave që e kanë parë atë ditë të 7 korrikut, ora 12 e drekës, çfarë do t'ju thoshit sonte? Po ju lutem, kush e ka parë atë, ata edhe nuk tregojnë më se ajo nuk u bë zog që fletëroi. Ajo është pa nga dikush, po në qoftë kush e ka parë, të tregojnë të vërtetën, me çiniku, me çin ajo morën një përdora, si. Në gjithë këto vite që kanë kaluar, pra nga 2004 jemi në 2012, gjatë gjithë këtyre viteve, ju vazhdoni ta kërkoni apo jo? Ndihet vazhdimisht mungesa e tij. Çfarë ka ndryshuar në familje gjatë gjithë këtyre viteve? Po çka ka ndryshuar me asë? Mamaja e Arturit bile është edhe e sëlmuar nga Arturi. Se do vinte në emision bile sonte, po pa mundësi. Ka të bëjë, s'ka ndryshuar asgjë hiç. Pra është një mister dhe një enigmë se ku shkoi djali, kush e mori, kush duk, ku ndodhet momentalisht, është gjallë apo jo? E cila ju ka shoqëruar? A është gjallë apo jo, që ta dim pak, është gjallë, jeton diku. Më dhe nuk dim asgjë hiç, asnjë lloj ndrese. Atëherë, do të doja dhe një regjia të më ndihmonit me foton e Artur Cares, pra sot duhet jetë 17 vjeç, në 7 korrik të 2004-s është dukur në rrethana misterioze në markatën e Elbasanit, ka qenë duke shitur qese plasmasi, ka qenë së bashku me vllajën e tij, i cili ishte më i madh apo më i vogël? Më i madh. Sa vjet më i madh? 3 vjet më i madh. 3 vjet më i madh. Kanë humbur njëri tjetrin dhe Arturi është larguar, nuk dihet se ku, megjithatë do t'ju lutesha. Të gjithë ju që na ndiqni sonte, të gjithë ata që mund të kenë qenë në markatën e Elbasanit atë ditë të 7 korrikut 2004. Në qoftë se ju kujtohet diçka, mos qëndroni indiferent, sepse ka qenë vetëm një fëmijë 9 vjeç. Sot duhet jetë 17 vjeç, megjithatë, thjesht ju telefononi dhe tregoni atë që ju kujtohet, pra se çfarë mund të ketë ndodhur nëse keni parë diçka, edhe një regjia më ndihmoni me foton, sepse ndoshta në këtë mënyrë duke marrë parasysh foton e tij, kjo ka qenë dhe mosha kur ai është larguar, apo jo? Ndoshta ju kujtohet një djalë i vogël i cili shiste qese plasmasi datën e 7 korrikut 2004 në markatën e Elbasanit. Ka qenë ora 12 e drekës. Të presim pra ndoshta të telefonata nga të gjitha ata që na ndjekin nga Elbasani, por pse jo, mendohet sipas të dhënave të policisë, por edhe të familjarëve se djali mund të ketë kaluar në territorin grek, por këto janë gjithmonë hamendësime, asnjëherë nuk është vërtetuar asgjë. Gjithsesi ne jemi në pritje sonte për të marrë vesh se çfarë ka ndodhur vërtet me fatin e Arturit. Kalojmë tek historia tjetër. Atëherë do të kalojmë në historinë e Bastri Azizit, i cili ka lindur në fshatin Ballanc të komunës së Vitis në Kosovë. Sot është 43 vjeç dhe prej vitit 2002 ai ka shkëputur kontaktet me familjen e tij. Në këtë shtet ai ka qenë i martuar, domethënë me zonjën Gjuzepa. Pra ai ka qenë Hollanda, domethënë vend qëndrimi i fundit, paktën më sa dinë familjarët. Në këtë shtet ai ka qenë i martuar me Gjuzepën, i cila ka qenë një shtetase hollandeze dhe kanë sjellë në jetë vajzën e tyre mirëlindën.
Në telefonatën e fundi me vëllain e tij, Sabrion, i ka pohuar këtij të fundit se në atë kohë ai ndodhej në burg dhe për 5 muaj lirohej. Me këtë historinë jemi angazhuar si në rrugë zyrtare, po ashtu edhe në rrugë konfidenciale. Jemi drejtuar përfaqësisë diplomatike të Kosovës në Holland, ku i kemi dërguar të gjitha të dhënat, fotografinë, po ashtu edhe një fotokopje të pasaportës. Me këtë pasaport ai ishte pajisur në vitin 1996 fal martesës me shtetasen holandeze dhe në shtator të vitit 2001 kjo pasaport ka skaduar. Megjithatë, ne përveç anës zyrtare gjithashtu kemi kontaktuar dhe me vullnetarë, me bashkëpunëtor të emisionit tonë, të cilët janë treguar tepër të gatshëm për të na ndihmuar për të rënë në gjurmët e Basri Azizit. Jemi duke ndjekur dhe foton e tij, ndërkohë që me ne në studio ndodhet dhe vllai, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Është zoti Sabri, i cili ka ardhur të kërkoj fatin e vllait të tij. Zotit Basri Azizi sot duhet jetë 43 vjeç, apo jo? Po, ajta. Ka humbur kontakte dhe lidhjet me ju nga viti 2002 nga Hollanda. Në çfarë zone të Hollandës? Ne dëgjuam ato që tha Silva, por do doja edhe një herë të përsërisnim pra nga ju për të gjithë personat që na ndjekin momentalisht nga Hollanda. O ka në Notre Dame të Hollandës? Në Notre Dame. Po. Në Notre Dame të Hollandës prej vitit 2002, herën e fundit kena pas kontakt me to. Kishte kohë që qëndronte në Hollandë, prej sa vitesh jetonte aty? Po, prej 93-ës. Nga 93-shi deri në 2002-shin, pra ju keni pasur lidhje dhe kontakte vazhdimisht me të? Jo, Aida. Kemi pas para 19 vite, 1994, o ka në herën e fundit në Kosovë. Po? Me 22 janar ka dalë prej shtëpisë, edhe një 2 vite e gjysmë apo 3 kemi pas kontakt edhe në ka hupë kontakti krejt deri në 2002-ën. 2002-ën kemi pas kontakt edhe... Si, ka telefonuar vetë, apo ju ka ndihmuar dikush për t'ju lidhur me të? Jo. Pra, nga 94 deri në 2002-shën ju nuk keni pasur asnjë lidhje, pastaj jeni lidhur sërish me tës. Ka telefonuar vetë në shtëpi, apo dikush tjetër ju ka lidhur me të? Jo, në ka lidhur dikush tjetër. Ka lypë në komunën e Vetijës një letër që nuk është i bën koniorizim në Kosovë, por atje në Hollandë. Aty keni marrë vesh se ai vazhdon të jetojë në Hollandë, apo jo? Keni rilidhur sërish pra marrëdhëniet me të, kontaktet me të? Po, ai aty ishte një numër i telefonit. Po, keni folur me të? Po, unë kam biseduar vetë me të. Po. Unë ka thonë që në atë kohë ishte në burg, edhe 5 muaj që del për burgit, edhe ma pet shkëpotën lidhjet, edhe ma zdina sen. Pra nga 2002-shi, ju ka thënë se ka ishën në burg, kishte dalë dhe 5 muaj dhe dilte nga burgu, dhe që nga i moment pra ju nuk keni dëgjuar të flitë me për të. Keni kërkuar në përmjet policisë tashmë shtetë në Kosovë, ndoshta në përmjet drejtorisë burgjeve, apo mos ndoshta ata kanë një informacion tjetër për nëse ai ka dalë nga burgu, nga Hollanda, apo nëse ka marrë drejtim ndoshta në një shtet tjetër, jeni interesuar, keni bërë ndonjë denoncim në shtetin në Kosovë? Jo. Nëpërmjet policisë? Jo. Përveç në emisionin tonë. Atje ishte me të njëjtin identitet? Po, deri në 2002-ën po. Po. Mbrana 2002-ës se keton, nuk dina s'kena pas kontakte heqmo, nuk dina. Ka qenë i pajisur me dokumenta? Po. Ka qenë i pajisur me dokumenta. Keni një, thatë se jetonte pra në Hollandë dhe njëherë në çfarë vendi, në Notre Dame? Notre Dame të Hollandës. Atëherë, nëse ai ju ndjek sonte, të shpresojmë që ju ndjek nëpërmjet valëve të televizionit shqiptar. Jemi në një emision të drejtë për së drejti. Është shkëputur njëherë nga ju, thjesht rastësisht ju keni mësuar pra kontaktin e tij, keni telefonuar me të, keni marrë vesh arsyet pse ka shkëputur pra lidhjet me ju, ka qenë pra ndodhe në burg dhe 5 muaj ju ka thënë dhe do të dalë. Megjithatë, ndoshta ai ka dalë, ne nuk e dim, por ai nuk ka telefonuar më asnjëherë. Nëse ai ju ndjek sonte, çfarë do t'i thoshit? Sa do të thëshë? S'pak të bilëm një telefonat, me dita gjalla jo, me zërë Kosovë se këtaj, e ka jetën e vetë apet. Pak një telefon, me ditë se ku është. Ashtë ndoshe mirë, kaqë.
Unë shpresoj që ai të ketë dëgjuar apelin tuaj këtë mbrëmje, ndërkohë që Silva tha se kërkimet për të vazhdojnë, duke shpresuar se ndoshta deri në fund të emisionit ndoshta do të kemi diçka, megjithatë nëse keni marrë ndonjë të dhënë apo informacion, po? Një sekondë lutem mos mbyll. Atëherë kam një zotëri në linjë, i cili pohon, më thonë se e ka parë në Amsterdam para 3 javësh. Në Amsterdam? Zotëria fatikisht telefonon nga Anglia, por ka shumë me pushime, dhe më thonë në Amsterdam. Do doja regjia të më ndihmoni me foton e tij për të gjithë ata persona të cilët janë duke telefonuar e të sigurojnë edhe një herë, pra është i njëjti person. Po? Ida, kjo foto që është tash në ekran? Është foto? Po, kjo është sigurisht 20 vite i ka. Kur o kon 94-ën, këto foto i ka pas dërgu. Pra, kjo foto është nga 94-ës, ne nuk e dim se si mund të jetë pamja e tij sot. Sa mund të ketë ndryshuar? Stella, ka diçka? Shikues kërkon që të shikoj edhe njërë foton e Aleksandr Sotos, sepse dëshoj që mund të jetë parë ditën e sotme në Liezh, dhe është e nevojshme për ta konfirmuar ta shohin edhe njërë në ekran. Atëherë, paralelisht sonte do të kërkojmë për të dy këtë raste, dhe një regjia më ndihmoni me foton e Aleksandr Sotos, është kërkuar pra nga shqiptarë të cilët na ndjekin momentalisht nga Liezhi. Unë i falenderoj nga zemra të cilët janë të gatshëm, pra i falenderoj në emër të nënës së Aleksandrit, janë të gatshëm për të na ndihmuar. Mbështetja me madhe jeni ju të nderuar miq, do të presim pra telefonata dhe informacione si për Aleksandr Sotën, por edhe për rastet që ne prezantuam pak më përpara dhe ishim duke folur pra për Bastri Azizin, i cili duhet jetë sot 43 vjeç dhe ka humbur kontakt me familjarët nga viti 2002 nga Hollanda. Kanë mbritur telefonata dhe informacionet e para për të, megjithatë do të jemi në pritje. Do të presim, më thoni pak sa i gjatë është Bastriu? Po i profërsisht 1,72-3. 1,72-1,73. Atëherë do të jemi në pritje, ndërkohë që kalojmë në rastin tjetër, Dorina. Po, atëherë do të prezantojmë rastin e djalit 26 vjeçar nga qyteti Durrësit, Ervis Kolliçi, i cili rezulton i humbur për familjarët e tij në 17 shtatorin e vitit 2012. Ervisi si zakonisht është kthyer nga puna. Ai punonte në lavazhon e dajës së tij në Shijak. Atë ditë ai ka deklaruar, domethënë sipas dëshmisë që jep familja, ka kërkuar pasaportën e tij me synimin për të larguar nga Shqipëria. Ndërkohë atë ditë me vete ka pasur dhe një 200.000 lekë. Ka qenë ora 18 e mbrëmjes kur nëna e vet njofton vllajin pasi momentin që ka dalë nga shtëpia Ervisi i ka thënë familjarëve që do të shkojë të qëndrojë tek daja, sepse i duhej pasaporta dhe lekët me vete për të rinovuar disa dokumenta të makinës që daja vet kishte shitur. Pasi komunikon nëna e vet me vllajin, deklaron që Ervisi atë ditë nuk ka shkuar tek daja, që nga ai moment familja i drejtohet policisë së portit të Durrësit me qëllimin se mos ndoshta Ervisi ishte larguar dhe merr informacionin që Ervisi nuk ishte larguar nga porti i Durrësit, por ka qenë data 18 shtator i vitit 2012 dhe Ervisi ishte larguar nga Shqipëria në drejtim të Italisë pra nga porti i Vlorës. Dhe për ta dëshmuar dhe për ta konkretizuar këtë informacion, nga ana jon janë bërë kërkimet e nevojshme. Ne kemi kontaktuar me shefin. Përpara se të më thuash për kërkimet, sonte në studio kemi nënën e tij, pra nënën e Ervisit, zonjën Azmie. Mirëmbrëma, zonjë, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma. Pra Ervisi erdhi nga puna në orën 5 edhe tha mirë që pasaportën e Satiacit. Se do rinovoj daja, tha një makinë, se është shqitë sot. Bajni mirë mikrofonin? është shqitur, tha sot. Edhe i dha pasaportën, kjo kishte edhe 200.000 lekë. E kishte dhënë ai për neve, rrogull. Mirë po ky, më tha mua janë të një shoku, tha këto lekët, tha dhe unë mia tani do i marr, tha që të shkoj. Edhe unë marr në telefon dhe pyes. I thash që ka ardhur? Jo, janë lekët e juaja këto, tha. Më dogji ajo punë. Ju kishte thënë më përpara se dëshironte të largohej drejt Italisë? Po, jo, s'na kishte thënë gjë. Edhe unë nga pasaporta që kishe marrë ky, unë dyshova dhe shkova drejt në portë. Tash pasaportën këtu s'ka shku. Aty zbuluat se nuk ishte larguar. Më tej në datën 18 shtator. Me datën 18 vinë në Tiranë, se kam burën të smur dhe bëra një skaner. Dhe nuk shkova do të martën me 18 në porta. Shkova të nesmen. Dhe më tha që pyta ati në kompjuter, shkova dhe ke policia e kryesore e portit, dhe më tha që ka kaluar, tha nga Vlora Ervisi, tha, në Brinas.
kaluar nga Vlora dhe ka ndaluar në Brindisi. Brindisi, tha. Shkova prap, se thash kush e di. Dyshova, shkova prap ke tjerët atje ku zbresin e dalë. Aty morët konfirmimin zyrtar se... Kishe kaluar nga Vlora. Nga data 18 shtator dhe deri më sot... Nuk kemi marrë asë një lloj përgjigje, asë një lloj telefonate, kur thonë një zëmet që të nga thotë. Nëse të ndjek sonte, çfarë do të thoshit? Nga lajmërojt një telefonat. Ku është me kë? Ka ikur, kush e ka marrë që ka ikur? Megjithëse nuk ju kishte lajmëruar asnjëherë se do të largoj. Sa i gjatë është e visi? Është 26 vjeç apo jo? 1.70. 1.70. Më 72. Kohët e fundit ka qenë i mërzitur, ka qenë gjendja e tij. Jo, më erdhi nga kuna si për herë, vinte, flinte në gjumë se vap, dilte me shokut. Atëre, jemi duke ndjekur foton e tij, është 26 vjeç, Ervis Këlliçi, vendlindja Durrës, në 18 shtator 2012 është konfirmuar pra nga porti Vlorës se Ervisi ka kaluar drejt Italisë dhe pikërisht ka zbritur në Brindisi. Këtë informacion zyrtar e kanë marrë familjarët e tij, por që nga data 18, pra që nga dita që ai ka dalë nga shtëpia është larguar, nuk ka telefonuar dhe deri më sot familjarët e tij duan të dinë se çfarë ka ndodhur me të, nëse na ndjek Ervisi, nëse ka personat që e din ku ndodhet, sepse ka zbritur në Brindisi sipas konfirmimit zyrtar të portit të Durrësit, do t'i luteshim të kontaktonim me emisionin tonë. Më falni, po, nga porti Vlorës. Atëre do të jemi në pritje, keni diçka tjetër për të thënë, zonjë? Unë një telefonat, po pres nga Ervisi se jam aq në siklet, se aq që... Të shpresojmë që ai do të telefonojë, ndoshta s'ka stabilizuar akoma atje, nuk e dim se si... Faleminderit. Ju keni njerëz në Brindisi apo në Itali ku ai mund të shkonte? Vetëm një vlla ka ky, im shoq atje. Jeni lidhur me të? Nuk ka shkuar as atje. Jo, nuk ekziston fare. Do ndalojmë sërish tek historia e Ervisit, gjithsesi do të jemi në pritje. Ju lutem të nderuar miq, telefononi për gjitha rastet që kemi publikuar nga fillimi i emisionit deri në këto momente. Numrat tanë të telefonit i keni të afishuar në ekran. Mund të dërgoni informacionin tuaj në postën tonë elektronike, por dhe në numrin celular mund të dërgoni informacionin përmjet mesazhit, nuk ju kushton, ka vlerën e një mesazhi të thjeshtë. Ndërkohë, kalojmë në një histori tjetër. Sonte, siç ju thash, do të jetë mbrëmje gjatë, kemi shumë për t'ju thënë. Qëndroni me ne sepse kemi edhe një surprizë sonte, kemi për t'ju treguar diçka shumë interesante. Do të kalojmë tani në një histori tjetër, e cila do të na çojë mbrapa në kohë. Do të na çojë në rubrikën tonë Kthim mbas vitesh. Do të flasim për një familje pra e prerë në mes, për vlla e motër. Motra ngeli në Shqipëri, e ndërsa vllai tentoi me disa udhëtar të largohej drejt Turqisë. Çfarë ndodhi me të? Që nga i moment ata nuk e panë më njëri tjetrin. Kaluan shumë vite. Sonte unë do doja të ftoja zonjën Violeta Nani, njëra nga familjarët e zonjës e motrës që ngeli në Shqipëri. Mirëmbrëma zonjë, mirë se ka ardhur. Mund të... Mirëmbrëma, mirë se ka ardhur. Ulluni. Në sezonin mbarë. Faleminderit. Fillimisht, unë do doja të ndiqnim, ne kemi ndërtuar një insert për historinë e kësaj familje, e këtyre pra motër vlla, cilët janë ndarë për shumë e shumë vite dhe nuk janë parë asnjëherë. Por cila është historia, të nderuar miq, ndjekim insertin dhe kthehemi me njëherë në studio. Unë jam Violeta Nani, elbasanse, me origjinë, dhe i drejtohem emisionit tuaj për të gjetur të afërm gjak i mamas e gjyshes time, të mërguar shumë e shumë vite për para. Emocionet që mbartin këtë fotografi shtrihen mes dy brigjesh, Shqipërisë dhe Turqisë. Një histori për dashurinë dhe përpjekjen e një familje për të qenë sa më pranë,
megjithse larg njëri tjetrit në 2 shtete të ndryshme. Do të kthehemi pas në kohë, në vitin 1895, kur në familjen e Arif dhe Zyra Papri nga Elbasani, vjen në jetë djali i tyre i vetëm Hamiti, dhe disa vite më vonë, vajza Hamideja, në vitin 1900. Një amanet i papërmbushur prej vitesh i një motre në kërkim të vëllait të vetëm dhe i një mbese në kërkim të dajës së saj. Një amanet i mbetur në letër, të cilin Violeta kërkon ta çojë deri në fund në kujtim të gjyshes dhe nënës së saj. Shkaku bë një letër e vjetër që gjendesh në çantën e mamas, të cilën e ruaj sepse ajo ka vdek ka shumë vite, ka që në 99-ën, edhe duke rrëmuar në për ato xhepat, gjeta një letër të vjetër, ku mamaja i drejtoi kryqit kuq shqiptar në atë kohë, ku i lutesh të kërkon të dajën, vllajën e vetëm të nanës, të mërguar që në vitin 1908. Thohesh që daja, që është Hamit, ka ikur mas koshadheve, që thotë mas aty që emigronin kuaj, që punin tregtin, që në Turqia deri në Shqipëri, tregtin në Ballkan, dhe nuk u kthye. Sikur të mos mjaftonte varfëria e luftërat, largimi nga jeta i 2 prindërve i goditja akoma më shumë Hamitin dhe Hamiden në një moshë fare të vogël, duke i lënë ata jetim. Për Hamitin u kujdesën të afërm të familjes, ndërsa Hamideja shkoi në Korçë, duke qëndruar larg vëllait të saj për disa vite. Gjyshja është marrë në Korçë, e ka marrë Aqif Pasha. Dhe pasi kanë net 4-5 vjet në Korçë tek Aqif Pasha, i merrte për të bërë bamirësi. Atje kërkonte prindët dhe e kanë marrë vllai nanës vet. Janë familje madhe Elbasani me mbiemrin Lami, e morën e rritën aty është martu etj. Pra ishin të dy në rrugë. Ju qenë prindët në një kohë që ka qenë kohë kolere, ndaja e mamas time, në atë kohë që në shkollë. Dhe do t'i ndërpriteshin të gjitha, pra se i çun në jetimore, kështu që gjenë mundësin të ikin mas tregtarëve që bënin tregti me Ballkanin deri në Turqi. E kanë marrë si të vogël dhe e çun në Turqi, atje ku mbeti. Hamiti ishte vetëm një fëmijë 12 vjeç, kur u largua nga vendlindja, por të vendosur më pas në Izmir të Turqisë. Vitet kaluan dhe ata u rritën larg njëri tjetrit, por dashuria e malli nuk u shua asnjëherë në zemrat e tyre. Hamideja u martua me Mustafajin dhe sollën në jetë 3 fëmijë, Yıldizin, Razien dhe Selimin. Për Hamidin thuhet se u martua me një grua kosovare, emri së cilës asnjëherë nuk u bë i ditur, por bashkë ata patën 4 fëmijë. Në Elbasan ishte një familje me mbiemrin Kukri. Gruaja ishte turkesh. Alije Kukri. Ajo ikte vinte, ndoshta edhe ajo tregtare ishte. Dhe sa herë që vinte, sillte përshëndetjet nga daja i mamasit, keni të fala, është mirë, u bë me 2, u bë me 3, dhe kjo punë zgjati deri në viti 42, 43, 44. Pastaj dihen historitë, duke qenë ai jashtë këto këtej, thosh, keni një dajë të arratisur, kjo u bë shkak që u mbyllën rrugën. Thuhet se ai e donte shumë gjuhën shqipe, të cilën e studionte fshehtas. Kjo është më së e dukshme nga shkrimi i tij pas një fotografie ku thuhej: "Këtë foto e kemi bërë më 22 shkurt 1941. Shikoni fëmijët e mi dhe më thoni Angjan Meti me Veliun,
dhe me Dihaja Dejes, Më kallzoni, Hamit Arif Papri Elbasani. Në fotografi ai kishte shkruar edhe emrat e 3 fëmijëve, Mehmet Aliu, Leila Medihaja dhe vajza e vogël Zyraja. Sipas Alie Kukriut, zonjës turke që ishte vetmja urlidhse me Hamidin dhe Zyraja, e cila mbante emrin e nënës së Hamidit në 1939. Thuhet se Hamidi punonte si furxhi në lagjen Vebi Idlir 140 fraksion 1 në rrugën numër 14 në Izmir dhe kjo furrë ishte në pronësinë e tij. Qarkullonin për ralla, kur ka shku kori ansamblit ushtrisë, e kanë kërkut, e kanë thënë pasaj një histori e ka taku Ataturk, po shkoj të fare, dhe i ka thënë, po ti, çdo këtu? A i ka thënë, ka martë që 12 vjeçta, ishte 15 atëherë dhe mbeta në Turqi, sepse jam jetim. Dhe i ka thënë, ndoshta një ndihmësi të vetë që pyetini, çfarë nevoje ka? I furë, ka thënë këtu. Që atë furën e kishte të vetë. Ka thënë një i afër me joni që qenë Turqi. Po t'i thoje që halla e tyre i ka kërku deri ditën e fundit. Deri kur vdiq, është se 15 shmand, se takova ti më dha. Kështu që deri në 80 mamaja ka bërë 2-3 letra. Po sa rriti, nuk i qeti. Dhe të doje që të shikoja, janë gjak. Shumë të dajes mamës të Një dashuri vëllazërore e ndërprerë në kohën e kolerës, që rodhi ndër brezat deri në ditët e sotme, pret të rigjej shtegun e humbur, atje tej, në brigjet e Izmirit. Pra, si që ndoqë edhe nga kronika, ne familja pra tjetër ndodhet këtu, ne jemi këtu, e ndërsa tutje të i brigjeve diku në Izmir, ka jetuar një pjesë tjetër e kësaj familje. Vlla e motor nuk u pan asnjëherë, pra janë ndarë para shumë e shumë vitesh. Po çfarë ka ndodhur në Izmir? Cilat janë ato informacione që ne kemi zbuluar